Atëherë të dashur të shikues, mirë se takohemi sërish në një intervistë të radhës. Këtë herë ndodhemi tek zyra e kryetarit të komunës së Tuzit, zotit Lindon Gjenaj, i cili në këtë rast do të flasim për disa tema të ndryshme, ku si fillim doja fillojmë për rrugën në Hot, e cila sapo ka filluar të përdoret dhe të hyjë në funksion punimi i saj. Si fillim do t'ju falenderoj që ndatë kohën dhe jemi këtu për t'ju shtjelluar temat që janë shumë rëndësi për gjithë komunitetin lokal. Faleminderit për interesimin tuaj, duhet përdor rastin që të përshëndes gjithë qytetarët e komunës Tuzit, por edhe qytetarët tonë që janë në diasporë. Atëherë, unë e ceka se do fillojmë për pjesën e punimit të rrugës në Hot, cili është statusi aktual i projektit dhe cili është ndërtimi i asfaltimit për rrugën në Hot dhe kur parashikohet të përfundoj punimi për këtë rrugë? Pyetje me vend, shikoni, siç e keni vrejtë edhe ju dhe gjithë qytetarët e komunës Tuzit, domethënë komuna e Tuzit është një kantier ndërtimit. Përmendet dhe ceket Tuzit, domethënë rrugën e cila shkon nga Tuzi, domethënë prej tek Thesat e Kisha dhe deri tek ashtu e quajnë domethënë mbas projektit rruga Tuz-Hot, domethënë rruga që kalon prej Tuzit deri në Hakshabanaj dhe deri te ne në vendin tonë thonë ura e Nikpralocit. Kështu që kjo rrugë ka vlerën e punimeve rreth po saktësisht 216.085 euro. Domethënë kjo rrugë ka filluar të punohet me intensitet më të fuqishëm për hir të saj se në fillim kanë hjek një pjesë të asfaltimit, tani ka ardhur një firmë e cila është duke punuar shumë mirë, ka nis hapjet. Jam i sigurt domethënë se kjo rrugë do të jetë një rrugë me standarde shumë të larta, domethënë do të jetë me kanalizimin e ujrave të bardha, kanalizimin e ujrave të zeza, me trotuar, domethënë me ndriçim, domethënë komuna e Tuzit e fiton një rrugë me standarde plotësisht europiane. Kështu që gjatësia e kësaj rruge domethënë është 2.2 kilometra dhe jam shumë i bindur se punimet do të ecin shumë shpejt, për hir të asaj se firma ka angazhuar një firmë nga Kosova, të cilët janë të dedikuar vetëm për tubat dhe kanalizimit, domethënë dhe sipas komunikimit që kam zhvilluar para 2 ditëve, domethënë ata do të punojnë shumë shpejt. E tha që dhe përpara, domethënë me punimin e kësaj rruge apo me përfundimin e kësaj rruge, domethënë komuna e Tuzit apo qytetarët e komunës Tuzit do të fitojnë një aks rrugor shumë modern dhe shumë të rëndësishëm, domethënë jo vetëm për atë pjesë domethënë që jetojnë atje, por edhe për gjithë qytetarët e komunës sonë. Dhe si është siguruar buxheti për këtë projekt? Për këtë projekt dhe domethënë jo të gjitha, por projektin e ka bërë komuna e Tuzit dhe revidimin e projektit. Ne kemi konkuruar, domethënë Drejtorinë për Investime Kapitale dhe domethënë është përkrahur nga Drejtoria për Investime Kapitale, domethënë dhe po realizohet sot. Atëherë me qenë se tani temperaturat janë rritur dhe fillon edhe problematikat e cilat janë më të shpeshta dhe gjatë verës, që është pikërisht edhe shuarja e zjarreve apo edhe ndezja e tyre. Çfarë mekanizmash ka komuna aktualisht për të monitoruar, parandaluar dhe menaxhuar zjarret në territorin e saj? Shikoni, komuna e Tuzit ende nuk e ka përfunduar ndarjen me kryeqytetin Podgorica. Ne atë shërbim e zhvillon në territorin tonë, e zhvillon domethënë në Podgorica, për hir të asaj se ne ende nuk kemi formuar shërbimin e zjarrfikse. Ne jemi duke bërë analiza që të bëjmë themelimin apo formimin e shërbimit zjarrfikse, por edhe formimi i saj ka disa procedura që duhen njerëzit të trajnuar, domethënë duhen njerëzit mos të jenë mbi 25 vjeç, duhen domethënë mjete për të siguruar kamionet e tjera, kështu që këtë shërbim ne e kryen Podgorica me marrëveshje për hir të asaj se jo vetëm neve, po njëjtën procedurë domethënë ka edhe në komunën e Zetës, se ende nuk është përfunduar ndarja me Podgoricën. Kështu që këtë shërbim domethënë te neve e kryen Podgorica. Atëherë me qenë se akoma nuk është bërë ndarja definitive me Podgoricën, si do të bëhet evidentimi që banorët mos të jenë në rrezik dhe për të ndërhyrë në kohë reale?
Shikoni, këtë organizim të neve, do më thonë, banorët mund të komunikojnë drejt për drejt për mes numrave të njoftuar, do më thonë, i kom parasitël në rrjetet sociale para disa ditëve, do më thonë, drejt për drejt me zjarë fikset, por kemi edhe shërbimin komunal i cili, kur them shërbimin komunal, mendoj në policinë komunale e cila është seriozisht shumë në dispozicion në këtë drejtim dhe ka bashkëpunim të mirë me shërbimin e zjarrit fikse të Podgoricës dhe qytetarët gjithsesi domethënë mund t'i paraqesin ose te shërbimi komunal ose mund t'i paraqesin drejt për drejt domethënë te zjarrit fikse dhe padyshim se do të angazhohen maksimalisht që të dalin ballë problematikave që mund ndodhin domethënë eventuale me zjarrin. Por pavarësisht kësaj, unë do të përdori këtë intervistë përmes televizionit tuaj, të bëj apel qytetarëve që të kenë kujdes me zjarret, mos të ndezin zjarret, për hir të asaj se koha po e shohim gjithë, domethënë temperaturat janë të larta dhe pa kujdesia e dikujt, sa dhe e vogël që tjetë, domethënë mund të jetë me dame shumë të mëdha për qytetarët, po larg asaj edhe për jetët e njeriut, edhe të kafshë normal. Kështu që në këtë drejtim bëj apel për qytetarët, domethënë që të kenë kujdes në këtë drejtim dhe normal se edhe institucionet e komunës Tuzit, por edhe shërbimi zjarrit fikse do të jetë këtu që të ketë mundësi të dalin përballë problematikave në këtë drejtim. Atëherë me qenë se në territorin e komunës së Tuzit aktualisht janë duke rikonstruktuar edhe disa qendra, siç është qendra kulturore informative, ajo ka filluar rikonstruktimin, po kur pritet të përfundojë apo në çfarë procesi tani është aktualisht? Shikoni, e tha që në fillim se komuna e Tuzit është kantier i punimeve, domethënë jo vetëm në pjesën e rrugëve, jo vetëm në ndërtimin e parqeve, kem përfunduar para me nisër shorë, kem hap parkun modern 2500 metra katror, domethënë për fëmijët me gjitha standardet, edhe përdori këtë intervistë që të porosisë edhe prindërit edhe fëmijët ta kenë kujdes, këto gjërat të cilat i punojmë neve, domethënë të jenë sa ma afatgjate edhe të kem kujdes si qytetarët në përgjithësi, të rrisim vetdijen tek qytetarët, të komunikojmë me të afërmit tonë, me fëmijët tonë, që të kemi kujdes këto që i bëjmë punimet, domethënë që bëjmë punimet si komunë, por edhe si institucione tjera. Si që ceket edhe ju, domethënë komuna e Tuzit ka nisë projektin e rregullimit të hapësirave, domethënë të sendrës kulturore informative Malësia. Ajo përfshin një projekt të eficiencës energjisë, domethënë komplet sendra e kulturës, domethënë Malësia do të renovohet, do të bëhet ndryshimi i dritareve, do të bëhet intervenimi në kulm, do të bëhet izolimi, edhe sa gjëra tjera të cilat ndoshta unë nuk jam ekspert i asaj çështje, por e di se vlera e atij projekti, domethënë për renovimin e sendrës për kulturë është 430.650 euro dhe afati i përfundimeve është 180 ditë sipas informacioneve që i kam, kështu që punimet i kam vizituar dhe janë duke punuar shumë mirë, besoj se shumë shpejt do të përfundohet projekti, do të thonë shumë shpejt, do të respektohen afatet cilat janë para me tender dhe Malësia, do të thonë, do të ketë një sender kulture dinitoze, do të thonë sender ku do të ndodhin ngjarjet kulturore, por jo vetëm ato, por gjitha do të thonë përfshirja e nivelit kulturës në komunën tonë ku organizohet aty. Dhe a do përfshi kjo qendër hapësira për komunitetin lokal si aktivitete të rinore dhe promovimin e kulturës shqiptare? Do e mos do, kjo qendër edhe pa u renovuar, domethënë ka pas piksinimin e saj, domethënë piksinimi i saj ka qenë zhvillimi i kulturës, e keni parë vetë domethënë bashkëpunimi me shoqëri kulturore artistike, nuk e di, me teatrat e ndryshme, nëse kanë ekzistuar, me drama, me shkolla etj, domethënë patjetër, por mundësia më e mirë domethënë do të jetë për të gjithë për hir të asaj se ndërtesa e qendrës për kulturë do të jetë renovuar dhe do të ketë standarde të mira për realizimin e këtyre piksinimeve si ceket ju. Atëherë, së fundmi keni publikuar edhe buxhetin për bujqësinë, e cila është bërë publike edhe në rrjetet sociale të komunës suaj. Duhet ju pyes cili është mekanizmi i shpërndarjes fondeve për pagesat direkte, që është ndarja 300.000 euro, pra cilat janë kriteret për përgjedhjen e përfituesve? Shikoni, komuna e Tuzit vite me radhë, domethënë
mund të them si asnjë komunë tjetër në Maltezi. Domethënë si asnjë komunë tjetër do të veçohet në Maltezi, domethënë ka për krah prodhimtarinë bujqësore dhe bujqësinë përgjithësi. Këtë vit, domethënë buxheti për këtë përkrahje është 608.500 euro. Domethënë është buxheti rekord nga gjitha vitet cilat janë realizuar. Kjo tregon se komuna e Tuzit definitivisht ka një rëndësi, domethënë u jep një rëndësi të veçantë prodhuesve bujqësor dhe bujqësve në komunën e vet. Domethënë ndarjen të cilën e kemi bërë ne, domethënë është 300.000 euro si e ceket ju, 300.000 euro për pagesa direkte. Por, jo vetëm aq. Ne kemi ndarjen për pagesat direkte për kokët baktie, domethënë vlera e 80.000 eurove. Mbështetja për zhvillimin dhe prodhimin e qumshtit në treg, vlera 155.000 euro. Mbështetja për përmirësimin e bletarisë, domethënë vlera e saj është 30.000 euro. Mbështetja për korrjen e drithrave dhe kulturave të ngjajshme, domethënë është 4.000 euro. Pjesëmarrja në pagesën e kontributit e prodhuesve të bujqësisë është vlera 3.500 euro. Mbështetja e programit e mbrojtjes së bimëve, domethënë është vlera 13.000 euro. Mbështetje për përdorimin e kullotave malore është 3.500 euro. Promovimi i produkteve bujqësore dhe bujqësisë, domethënë është 7.000 euro. Dezinfektimi dhe dezinsektimi, domethënë është vlera 12.500 euro. Kështu që krejt këto që i ceka, domethënë janë vlerë prej 608.500 euro. Domethënë komuna e Tuzit, domethënë ka provuar se t'i përfshijë gjithë ata cilët merren me prodhimtarinë, domethënë bujqësore, por edhe me blegtori. Kështu që me këtë agrobuxhet, domethënë definitivisht një agrobuxhet shumë i mirë, domethënë këtë nuk e flas vetëm unë, po e flasin domethënë edhe njerëzit cilët e kanë analizuar dhe kanë jo vetëm edhe prej komunës Tuzit, por prej komunave tjera. Kështu që jam i bindur se do të jetë një mundësi e mirë që bujqit tanë dhe qytetarët tanë që merren me këtë domethënë me bujqësinë, domethënë tu ndihmojnë që viteve të ardhshme të jenë edhe më të favorizuar në kuptimin e prodhimtarisë. Do të ketë ndonjë përmirësim për sa i përket rrjetit tregtar këtë vit? Po, këtë vit sipas informacioneve që kemi bërë takim, domethënë me Zavendëskryeministrin Nik Xheloshaj dhe me kryetarin e EZ-s që kemi komunë Kojshi, domethënë Zavendëskryeministri me rrjetin e trezeve në Maltezi, domethënë siç është Volli, siç është mos i përmendi domethënë të gjitha ato rrjete të cilat janë, domethënë ka bërë marrëveshje që çmimi i patates mos të jetë domethënë nën çmimin 40 cent apo 0.40 cent. Po ashtu edhe për bostanin, domethënë ajo çmimi i saj mos të jetë domethënë nën 23 cent. Kështu që definitivisht kjo do të jetë një mundësi e mirë, domethënë i mbajtjes çmimit dhe besoj se po jam i bindur se kjo do të respektohet dhe do të ketë treg më të mirë, domethënë për prodhuesit tanë. Dua të shpreh falënderim ndaj Zavendëskryeministrit Xhelosha, i cili është angazhuar që për bujqit tanë që të kenë hapësirë, domethënë të plasmanit tyre në tregun maltezi. Si do sigurohet transparenca për ndarjen e këtyre fondeve për të gjithë blegtorët dhe bujqit? Domethënë në komuna e Tuzit ka bërë dy segmente, domethënë dy dimensione për ndarjen, domethënë me hektar dhe me kilogram. Do të zgjedhin qytetarët se si e duan. Kështu që në këtë drejtim, domethënë sekretariati i zgjedhjes është domethënë ka punuar që të jetë domethënë të jenë të përgatitur për sezonin dhe padyshim se transparenca është maksimale në nivel të duhur dhe dokumentacioni i zgjedhjes i cili do të vinë nga ata që marrin mallin do të dorëzohet në shërbimet e komunës. Ato sigurisht nëse se kam bëjmë me treg të jashtëm do të jetë një farë deklarate e doganave, do të jetë llogari bankare, por do të jetë edhe ajo që ata e dorëzojnë mallin. Kështu që me ato të trija, domethënë ata i dorëzojnë tek sekretariati i zgjedhjes i komunës dhe aplikojnë për ndihmën e cila është paraparë me agrobuxhetin, domethënë e vitit 2025.
Do të thënë, ata bujqit kanë eksperiencën këtë drejtim për hir të asaj se nuk është viti i parë i cili organizon Komuna e Tuzit, do të thënë vite me radhë Komuna e Tuzit është një ndër komunat, mund të them të vetme se e ka këtë lloj organizimit në Maltezi, por gjithsesi, do të thënë, kjo bëhet që të jemi afër prodhuesve bujqësor, që të ndihmojmë ata dhe që ata kapacitetet tyre të zgjerojnë dhe të punojnë edhe më shumë vitin e ardhshëm. Atëherë po ashtu Komuna e Tuzit ka ndarë edhe një fond prej 7.000 eurove për promovimin e produkteve bujqësore lokale. A do ketë panajira apo diçka të tillë e cila do promovojnë në mënyrë korrekte këtë ndarje? Shikoni, ato janë mjetet parapara që gjithmonë, domethënë, mund të shtohen. Domethënë, nëse se kërkesa e sekretariatit gjegjes, domethënë, është për ndonjë veprimtari të asaj rasti që ceket ju panajirit padyshim, por edhe ndonjë organizimi të ndryshëm, domethënë gjithmonë këtu ka hapësirë që të lëvizet dhe të zhvillohet, domethënë të punohet në promovimin e kulturave bujqësore, apo nuk e di se çfarë drejtimi domethënë do të përzjedhin ata të sekretariatit. Dhe unë të falenderoj sinqerisht shumë edhe për kohën që ndatë dhe na tregoj pak më shumë edhe se si funksionon pjesa e çdo gjë tani që është në aktivitete sipër për territorin e Komunës së Tuzit. Faleminderit juve, përmes televizionit tuaj do të përshëndes edhe një herë qytetarët e Komunës së Tuzit. Këto janë vetëm disa nga punët dhe projektet që Komuna e Tuzit është duke i realizuar. Ne jemi duke përgatitur dokumentacione, projekte cilat, domethënë, në të ardhmen Komuna e Tuzit definitivisht, domethënë, do të vazhdojë zhvillimi dhe Komuna e Tuzit do të jetë një komunë e cila ka një perspektivë shumë të mirë të zhvillimit dhe patjetër besoj se qytetarët tanë do të jenë të kënaqur me punën tonë. Atëherë të dashur teleshikues, ju falenderoj edhe ju për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirupafshim në intervistat e radhës.